E tani është radha për të pathënat e kësaj jave, se kush bën pjesën e to, i ndjekim bashk tani. Që disa vite me radhë, shkolla britanika bën për zgjedhjen e misit dhe misterit ku pjesëmarrëse kanë qenë vajzat e djemt që janë duke u shkolluar në këtë institucion. Na kemi vendosur me marrë disa fytyra publike që janë suksesshme, edhe që studentë gjithmonë kombinojmë jurin. Mos t'i kemi veç modelet, do me thonë po njerëz që janë të artit. Çfarë është qëllimi? Nuk është hera e parë që sonte jam juri, për ndryshe sytë janë me pa i miri edhe bukra dijen, kështu që sa shumë vështirë me vlerësu. Mendoj që është një vendim shumë i mirë i shkollës, në që shkollë private, edhe ana financiare duan rolin e vetë për një organizim të tillë, por me vullnet dhe me dëshirë, me një levje të mjeteve, ndoshta jo edhe shumë të mëdha, edhe shkolla publike mund të organizojë. Nora Strefi është bërë fytyra publicitare për kampanjën e kompanisë Golden Eagle. Ndryshe nga spotet publicitare që kanë pasur deri më tani, Nora këtu shfaqet më e bukur se kur, me disa shorce të shkurtra dhe me një paraqitje mjaft seksi. Prej tash e tutje, Nora Strefin do e kemi të pranishme në reklamat promovuesit të pijes energjike Golden Eagle Erotic, i cili njëherët është edhe sponsor general i emisionit prive. Ky spot publicitar do të dalë në treg shumë shpejt. Lokali Hamam Jazz Bar në Prishtinë ka zënë vend në revistën më të madhe të interierit e cila merret me interierin e lokaleve në të gjithë botën. Pas një konkursi të bërë në webin e kësaj faqeje, Hamam Jazz Bar është lavdëruar mjaft shumë për dizajnin, idenë dhe krijimtarinë që pronari Dardan Islami ka bërë në këtë vend. Dikur një vend bosh në një qoshe të parkingut, Hamam Jazz Bar për të gjithë vendasit e ata të huaj është bërë një vend adekuat ku mund të kalosh një natë të qetë në shoqërinë e muzikës jazz. Mirë se erdhe u ktheva vani temune. Do çupi gjumi Viktori më nuk po fren. U qova prej vorri është kënga e cila theu çdo rekord deri më tani në skenën tonë. E lancuar javën e kaluar për 24 orë të vetme, ajo arriti shukeshmëri rreth gjysmë milioni, kështu duke u bërë njëra ndër këngët më të paarritshme deri më tani. Unikatet me këngën U qova prej vorrit la me shukeshmëri pas edhe Ketuar Selimin, i cili pati vetëm 300.000 klikime. Kënga e Baba Stars, e cila u lancua një muaj më parë, theu rekordin për atë kohë, ku pas një muaji mlodhi rreth 2 milion, por veçantia e unikatilit është se kjo këngë u lancua vetëm si melodi dhe në ditën e vijim po pritet të shkojë edhe më larg me klikime. Akademia Evolution me datën 8 korrekt ka vendosur të hap një shkollë verore të dizajnit e cila do të jetë për një muaj. Në këtë shkollë verore do të mësohet gjithçka rreth modës, mësime të ligjëruara nga njerëzit eminent të modës në vendin tonë e jashtë saj. Gjatë ditëve të shkollës verore do të organizohen shumë punëtori e ligjërata me profesorët e kësaj shkolle, me Valdrin Sahitin, Enkelejda Shatrin, Fitore Isufin e Flutra Dedinja. Artisti shqiptar Sislej Gjafa, i cili njihet për punët e tij në temat ekonomike, sociale, gjatë paraqitjes së tij në Bienale, ka impresionuar edhe italianët, të cilët në revistën më të famshme në botë, Vogue, i ka dedikuar një artikull të plot vetëm atij. I lindur në Kosovë nga një familje shqiptare, për shkak të problemeve në vend, ai shkon për të jetuar në Londër, ku edhe vazhdon shkollimin në Akademinë e Arteve të Bukura, e më pas shkon drejt Amerikës për të filluar karrierën e tij si artist. Ndër të tjera, në këtë artikull është përmendur edhe puna e tij, një skulpturë gjigante e Budës, e cila ishte krijuar nga rëra për të kritikuar kryeministrin Silvio Berlusconi. Në këtë artikull është përmendur edhe paraqitja e tij në Bienale në këtij viti, ku ai ka veshur fanellën kombëtare në këtë event. Edhe një klub tjetër i ushtua Prishtinës është ky Industry Club, i cili hap sonte sezonin e parë veror. Sonte do të keni mundësi ta dëgjoni DJ Lord Jazz, ndërsa klubi është parapar të ketë vend për 1 deri në 3.000 veta. Gjatë sezonit veror në këtë klub do të performojnë Tyga, Kimani Marley, Ice Cube e shumë artistë të tjerë ndërkombëtar.